Limani publikon albumin e ri Thirrëm sot ose nesër. Yll Limani prezanton albumin e tij të dytë, Thirrëm sot ose nesër, një projekt I plot me 16 këngë që përzien zhanret pop rock dhe baladat klasike, duke reflektuar stilin unik dhe emocionin karakteristik të artistit. Thirrëm sot ose nesër përfaqëson një kapitull të ri artistik dhe shënon një transformim të madh në karrierën e Yll Limani. Më I guximshëm, më personal dhe më I kompletuar se kurrë më parë. Çdo këngë e albumit shoqërohet me një vizualizer, të gjitha të realizuara në Barcelonë, Spanjë në ekzekutimin e labelit 360 Music, duke krijuar një standard të lartë vizual dhe një eksperiencë unike për fansa. Për promovimin e albumit u zhvillua një kampanjë prerelease e gjerë, duke përfshirë brendimin e autobusëve dhe pritoreve në Prishtinë me inicialet TESE, si dhe vendosjen e billboardeve në pika strategjike të qytetit, një lëvizje që tërhoqi shumë vëmendje dhe ngjalli kuriozitet mbi kuptimin e saj. Pas publikimit të emrit të albumit dhe artorkut zyrtar, elementi misterios TESE u transformua në Thirrëm sot ose nesër, duke nxitur diskutime të gjera dhe duke e bërë atë një nga kampanjat dhe albumet më të përfolura dhe të suksesshme të vitit. Thirrëm sot ose nesër tashmë është I disponueshëm në të gjitha platformat digjitale, duke konsoliduar Yll Limanin si një nga artistët më të rëndësishëm të skenës muzikore rajonale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.